Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Në këto qaste do lusim së bashku lutjen e mbrëmjes apo mbrëmsoren. Sot është e martja e 2 e Pashkës. Psalmet i marrim nga java e 2 e Psalterit. O hy, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit parafolës, të bardh e me rob shpëtimi. Pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij krejt i shenjtë, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës, nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jon është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O fli e denjë dhe e qiltër, nga cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për her t'i rofsh ndër mendje, o Krisht, gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur, në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Kërkoni gjërat e qiellit e jo ato të tokës. Aleluja. Psalmi 49. Pasuria s'është asgjë. Pjesa e parë. Dëgjoni këto, o popuj të gjithë. Dëgjoni të gjithë banorët e tokës. Vegjëli e bujar, të pasur e të vobekt së bashku. Goja ime do t'ju shpall dijen, zemra ime mendime urtësie, fjalëve të urta do t'u vë veshin, me këngë do të zbuloj gjëra të fshehta. Përse të trembëm në ditë të këqija, kur të më rrethoj paudhësia që më vëprit? Ata shpresojnë në pasuritë e veta, mburren me kamjen e madhe të vetën. E pra, njeriu s'është i Zotit ta shpërblej vetveten, askush s'mund t'ia paguaj hyjit shpërblimin. Çmimi i jetës është tepër i shtrenjtë dhe askur nuk mund të paguhet. Që njeriu të jetoj gjithmonë e të mos e shoh gropën e varrit, por do t'i shoh duke vdekur të dishmit, vdesi marri, vdesi patenzoni, të tjerëve u alën pasuritë e veta. Varret e tyre, shtëpia e tyre e përhershme, banesë e tyre, brezni pas breznie, megjithse tokat e veta i quajtën me emër të vet. Edhe njeriu në mirëqenie erret e nuk nje, krahasohet me kafshët që cofin, dhe është i ngjashëm me to. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kërkoni gjërat e qiellit e jo ato të tokës. Aleluja. Antifona e 2. Zoti më shpëtoi prej pushtetit të vdekjes. Aleluja. Pjesa e 2 e psalmit. Pasuria njerëzore nuk shpëton. I tillë është fati atyre që shpresojnë në vetvete, mbarimi atyre
që me gojë ja bëjnë qefin vetës, por si dele të resht zbresin në nëntokë. Vdekjen do ta kenë bari. Do të zbresin me rrëmbim në varr, duka e tyre më shpejt do të mbaroj, nëntoka do t'jetë vendbanimi i tyre. Ndërsa hyi do ta shpëtoj shpirtin tim, nga kthetrat e nëntokës, vërtet do të më marrë te vetja. Mos u tut kur ndokush pasurohet, kur i rritet gjëja e shtëpisë së tij. Kur të vdes, asgjë s'do të marrë me vete, me të s'do të zbres pasuria e tij. Sa që e gjallë një mend thuaj se që i lumë, do të lavdërojnë se ja bëre qefin vetës. Por edhe ai do të shkoj të bashkohet me etër, të cilët kurrë s'do ta shohin dritën e diellit. Njeriu që jeton marrëzisht ndër kënaqje nuk kupton, krahasohet me kafshët që theren dhe është i ngjashëm me to. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti më shpëtoi prej pushtetit të vdekjes. Aleluja. Antifona e tretë. Ty o Zot të qoftë madhëria e fuqia, nderi dhe fitoria. Aleluja. Kënga krahason librin e zbulesës. Himni i të shërbuarve. I denj je o Zot hyi ynë, Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin, sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd. gjithçka u bë dhe u krijua, Ti je i denj o Zot të marrësh librin, dhe ti zgjidhësh vulat, sepse që e prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyin. njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie. Dhe i bëre për hyin ton, mbretëri dhe priftrim. Dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë. I denj është qengjë i prerë të marrë pushtetin, pasurin, dijen. Fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin, Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ty o Zot të qoftë madhëria e fuqia, nderi dhe fitoria. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra Romakëve kapitulli parë rreshti 1 deri 6. Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, veçanërisht i caktuar për të kumtuar ungjillin e hyjit, të cilin hyje kishte premtuar qysh më parë me anë të profetëve të vet, në shkrimet e shenjta mbi birin e vet, i cili është përka trupi, pasardhës i Davidit, por i dëftuar për birin e hyjit me të gjitha pushtetet me anë të shpirtit shenjtë, mbas ngjalljes prej të vdekurve, mbi Jezu Krishtin Zotin ton, në për të cilin ne marrëm hirin të jemi apostuj, që në nder të emrit të tij të bijem në dëgjes të fesë të gjithë paganët, ndër të cilët jeni edhe ju të grishur prej Jezu Krishtit. Përgjigja e shkurtër. Zoti u ngjall. Aleluja, aleluja. Zoti u ngjall, aleluja, aleluja. Ashtu sikur se u premtoi nxënësve të vet. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë. Zoti u ngjall, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat.
Antifona. Po a nuk na ndizej zemra neve, ndërsa po bisedonte udhës me ne? Aleluja. Kënga e Virgjërës së Lume nga Luka Ungjilltar, kapitulli i parë, rreshti 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptore në vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po a nuk na ndizej zemra neve, ndërsa po bisedonte udhës me ne? Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishtit, i cili nëpërmjet të ngjalljes e plotësoi shpresën e popullit të vet, t'ia drejtojmë lutjen tonë. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. O Zot Jezus, që nga zemra e qelur bëre të buroj gjak dhe ujë. Pastroje dhe shenjtroje kishën tënde. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. Ti që ja besove Pjetrit drejtimin shpirtëror të popullit tënd. Mbroje papën ton Franceskun dhe forcoje në dashuri për shërbim në kishën shenjte. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. Ti shndrove peshkatarët e Galiles në apostuj të mbretërisë sate. Dërgo punëtor në kishën tënde që ta vazhdojnë veprën e shëlbimit. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. Në breg të liçenit përgatite bukë dhe peshk për apostujt e tu. Bëj që askush nga vëllezërit tan mos të vuaj nga uria për fajin ton. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. O Jezu, Adam i ri dhe shpirt që jep jetë, bëj që të vdekurit ta bartin për gjasimin e lavdisë sate. Dhe ta fitojnë gëzimin tënd të plot. O Krisht, që jeton në amshim, na dëgjo. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Art mbretëria jote, u baft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. O hyj gjithpushtetshëm dhe i mirë, na jep aftësinë ta shpallim fuqinë e Krishtit të ngjallur, që sikurse e morëm pengun e shpirtit shenjtë, na jep edhe të gjitha dhuratat. Në për Zotin ton, Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shenjtë hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.